Vanesa e familjes Qipi në fshatin Fullqet të Bashkisë së Klosit vijon të jetë në rrezik nga vërshimi i urave të shiut që mblidhen nga lart dhe kalojnë përmes kanalit Vaditës. Kryefamiljari Sami Qipi thotë se ky problem po e ndjek prej një dekade dhe askush nga të zgjedhurit vendor nuk e ka zgjidhur si problematik. Kryefamiljari shprehet se ka bërë pafund kërkesën ndaj pushtetit vendor, por deri tani problemi i tij nuk ka marrë zgjidhjen e duhur. Sami Qipi thotë se nuk është eliminuar problemi i rrjedhjes së kanalit Vaditës edhe pse ai u betonua pak kohë më parë. Sipas tij, uji që rrjedh nga kanali Vaditës, sidomos kur ka rreshtje shirash, mbush katin e parë të banesës, gjë që nuk ndodhte para viteve 90. Po kjo shqipet vetë veni, këto pa veni, gjitha e bo, ku e punon ngeli edhe nuk bëhet mo, s'ke kujtumë, s'ke që me thonë. Kjo ka shish, kone basi qupë, s'ke basi, me bedi hëgjë, Ata po të ndërë e se bo, kjo po, e gjithë kjo po, ka nërta kanë bo, dhe bo. Nuk di që më thonë, po e shemë është lesa, s'ka ujë me, s'ka bjo, a e pa thëmet, të që shqipa t'ju afrë. U të dërë, të qëfar mu ja bo në atë kohë. Ata janë këto qjetë, këti thonë, po, janë gjona që i kanë lonë tjetë, edhe këto të që kanë vështirë. Se në kohë e po të ratë një lonë, një po, se kur e bojnë fillim, se kur e bojnë për tjetëri. Dhe kom dhe një vit, pa dërë, tuke me gjë, se plus të buka dalë i bërë në thagu që në gjithë në gjoja, një vit pa dalë këto. Nuk ka qenë, po në veç, nuk ka qenë ki urto. Kalot e ka dalë, po shtë regula. Sot janë gjithë ujnat, nuk ka qenë ligjë, gjithë ure që mi mire për plasën këne. Nuk të me gjithë, e ka këthe ujtë atjeti, për atje e bekve, mi e putë këne, edhe shka për po. Kryefamiljari Sami Qipi u bën thirrje edhe një herë autoriteteve që të ndërhyjnë në rregullimin e kanalit Vaditës në mënyrë që banesa e tij të mos rrezikohet më.